dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra, teleshikues të nderuar, po takohemi në emisionin e radhës. Sonte së bashku do të diskutojmë rreth një teme me rëndësi. Është një prej veprave të mira të cilën e dën Zoti i Madhreshëm. Është fjala për ftesën në rrugën e Zotit të Madhreshëm. Duke pasur parasysh se jemi në ditët më të mira të vitit, pra në ditët e dënetët e muajit Ramazanit, kjo vepër e mirë cilën e dën Zoti, pra është ftesa në rrugën e tij. S'ka njeri që flet më bukur se sa i cili i fton njerëzit për tek Zoti i Madhreshëm. Pse? Sepse është ky misioni i pejgamberëve. Gjithë pejgamberët, nga njeri i parë, pra pejgamberi i parë Ademi alayhis salam, e deri te vula e profetit Muhamedi alayhis salam, këtë mision e kanë pas. E kanë thirrë popullin e tyre ditën edhe natën në rrugën e Zotit të Madhreshëm. Allahu në Kur'an surën Fussilat thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin." A flet dikush më mirë se ai që thret për tek Zoti, punon vepra të mira dhe thot unë jam prej muslimanëve. Subhanallahu, Zoti po na tregon përmes këtij ajeti kuranor se njeriu që flet më së bukuri, më së miri, është ai i cili me sinqeritetin më të madh i fton njerëzit për tek Zoti i Madhreshëm. Por ky njeri nuk e harron veten e tij, bën vepra të mira dhe nuk pretendon që është më i miri musliman, po thotë unë jam prej muslimanëve. Prandaj duke pasur parasysh këtë thirrje të Zotit dhe këtë epitet që Allahu xhaleshanu ja jep atyre që ftojnë për tek Zoti i Madhreshëm, nëse do të qenë njerëz të mirë, atëherë shkojmë kësaj rrugës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi alaihi salam aq shumë ka thirrë rrugën e Zotit, saqë Allahu xhaleshanu e ka vërejtë që Muhamedi alaihi salam po e ngarkon veten e tij. Po e ngarkon veten e tij dhe po prekupohet shumë me rezultatet e ftesës apo thirrjes në rrugën e Zotit. Dhe Allah ja ka të rigjë vërejtën pejgamberit alayhis salam, duke thënë pejgamberit alayhis salam se udhëzimi është në dorën e Zotit. Nga ti kërkohet angazhimi dhe puna. Prandaj, të nderuar dëgjues, të nderuar teleshikues, të nderuar në njëjtën kohë agjërues, Zoti e dën veprën e mirë. Dhe një prej veprave të mira është kjo për cilën ne po flasim së bashku. Të kthehemi pak te shembujt e njerëzve të mirë, të cilët kanë ftuar rrugën e Zotit të Madhreshëm. Para se të përmendem disa nga këta shembuj në mënyrë që me ilustru më mirë, me kuptuar se çka është ftesa në rrugën e Zotit, është udhës ta përmendim një fjali, që muslimani gëzohet, kënaqet kur dikush i kthehet rrugës së Zotit. Por edhe të kundërtën, nëse dikush largohet nga rruga e Zotit, apo bën veprime të paheshme, apo vepra të cilat Zotin e hidhrojnë, natyrisht muslimani nuk e nin veten mirë. Kjo çka tham është praktikim i traditës të pejgamberit alayhis salam. Para se t'i përmendem shembujt, është udhës këtë fjali ta ilustrojmë në shembull. Muhamedi alayhis salam dëgjon për që ishte smur një ish shërptor i tij, një djalosh i ri hebrej, çifot. Dhe pejgamberi shkon me vizitu. Se pejgamberi kushton të rëndësi ftesës në rrugën e Zotit, me muslimanë dhe me jo muslimanë. Shkoi pejgamberi alayhis salam në shtëpinë e këtij qifuti dhe pejgamberi vrejti se ky ishte në smundjen e vdekjes. I kishte punë keq me shëndet. Atëherë pejgamberi alayhis salam po e fton rrugën e Zotit. Dhe po i thot bënu musliman. Fëmiu, gjithsesi djaloshi, në këtë gjendje po e shiqon prindin e tij, po shiqon anash se ata dëgjoj Muhamedin apo mos ata dëgjoj Muhamedin. Prindi duke pasur parasysh se Muhamedi këtij u gjend situatë më të vështirë. Dhe nga Muhamedi nuk kishte pa ndonjë të keqe, vetëm të mira dhe shërbime. Dhe atëherë i tha djaloshit i tij, tha dëgjoj babën e Kasinit, që ishte fjala për Muhamedin alayhis salam. Dhe ai po e dëgjon Muhamedin alayhis salam dhe po e thot shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po gëzohet shumë, pa mos po gëzohet. Po del jashtë pejgamberi sa dhe po thot falënderimi takon Allahut, i cili e mbrojti nga zjarri i xhehenamit.
Falënderimi takon Allahut i cili mbrojti nga zjarri i xhehenamit. Ky është egzimi i pejgamberit alayhis salam. Kthehemi pak te ftesa Muhamedit alayhis salam dhe e njerëzve të tjerë të mirë dhe pejgamberëve të tjerë të mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ftonte njerëzit Mekë në rrugën e Zotit Madhreshëm. Edhe pse e ofendonin, e maltretonin, e keqtrajtonin pejgamberin, nuk ndalen në rrugën, se ishte i bindur që ky është misioni i tij me cilën Zoti kishte porositur. Prej Mekës pejgamberi del në qytet në periferinë Taif dhe aty në Taif pejgamberi me i mydin dhe shpresën se mos ata pju kthehen rrugës Zotit dhe po i besojnë, por ndodhe e kundërta. Prisit e Taifit kishin organizuar fëmijët dhe mendjelet nga mesi i tyre, i kishin radhit në rreshta dhe në durët e tyre mbanin gur dhe e gjunin pejgamberin alayhis salam. E gjakosën Muhammedin alayhis salam. E përzon pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi i lodhur, i mëlisur, por asnjëherë nuk e kishte humbur shpresën nga shpërblimi i Zotit Madhreshëm. U mbështet tek muri i një prej kopshteve të disa persona që e posedonin, aty pejgamberi po pushonte, nga larg e po pronori i kopshtit, po i thot Adasit që ishte një shërptur, tha shko merre këtë kalavesh rrosh, merre këtë sasi rrosh dhe dërgoj atij personin se pas ka nevojë. Shkon te pejgamberi, sa me përshëndet, nuk pe një Muhammedin alayhis salam, ja jap kalaveshin në rrushit, pejgamberi po thot bismillah, në emrin të Allahut, robi gjithsesi shërptori i kopshtit, po çuditet, po e dëgjon një fjalë emrin asnjë njeri më herët nuk e kishte dëgjuar që kur han ushqim thot bismillah në emër të Zotit. Dhe po bisedojnë me Muhammedin alayhis salam. Këtë gjendje të vështirë pejgamberi po bë davet, po fton rrugën e Zotit. Dhe pse ishte i gjakosur? Dhe po i thot ai, thot nga je? Pejgamberi alayhis salam po e pyet nga je. Thot un jam nga një vend Niveja, që është një prej provincave në Irakun e Sudit. Thot të qenë ke prej venit ku është edhe vllai im Yunusi alayhis salam, ka qenë prej atij vendi. Ky robi ishte i krishterë, po çuditë thot, po ku e njeh ti Yunusin? Thot Yunusi është vllai jam, thot si është vllau jot ai? Thot un jam pejgamberi i Zotit, ai ka qenë pejgamberi i Zotit, pejgamber jam vllazni. Shkurt edhe Adasi e pranon Islamin dhe bëhet musliman. Shënë në situatat më të vështira vjen përkraja e Zotit Madhreshëm. Prej Muhammedit alayhis salam kalojmë te një pejgamber që ka emrin Yusufi alayhis salam. Në situatat më të vështira Yusufi alayhis salam dhe këtë pejgamber kanë thënë rrugën. Nuk e kanë nal ata, nuk i kanë nështruar rrethonave politikës, probleme. Ata janë mundu që aktualitetet mjallon ngjyrën e tyre. Jo mi mposht ata aktualitet, ata realisht e kanë posht aktualitetin përmes atyre të mira që u ka Zoti Madhreshëm. Yusufi padrejtisht burgoset. Në burg takohet me dy persona, dy shokë të burgut i bën burg. Dhe aty në burg Allahu xhaleshanu përshkruan se ky ka bë davet, i ka ftun rrugën e Zotit, se njerëzit në atë kohë kanë besuar shumë zotra, shumë hini. Dhe Allahu për shkak Kur'an thot erbabun mutafarriqun khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. A shumë zota të shka përderdhur janë më të mirë Allahu i cili është një dhe mbi zotruesi? Kështu i tha Yusufi alayhis salam, ja sahibei sijni, o ju dy shokët e mi të burgut. Subhanallah, Yusufi alayhis salam kështu i afroi ata, tregoi urtësinë thirrje, edhe me këtë afërsi Yusufi alayhis salam i përfitoi edhe zemrat e këtyre dy trine, po edhe shumë burgosë të tjerë në burg. Por nuk e lanë për asnjë moment thirrën rrugën e Zotit. Muhamedi alayhis salam në këtë formë i au bën të dashur shokëve të tij ftesën rrugën e Allahut xhaleshon. Ebu Dardaja në momentet e fundit të jetës tij, po ju thot, po fillon u mërzit dhe me çaj. I thonë, çka për çkafit po ankohesh? Thot po ankohena prej gjunohave. I than, çka ki qef, çka po shpreson? Tha po shpresoj shpërblimin e Zotit xhenetin e Allahut xhaleshon. Dhe pak para se me vdek, u thot praneshme që ishin për rreth tij, tha për këtu momente në cilat unë po i kaloj që është vdekja, tha duhet mu përgatit. Subhanallah, edhe në momentet e fundit e Abu Dardaja nuk e harroi ftesën rrugën e Zotit Madhreshëm. Për fund, të nderuar vëllezër, është e udhës që t'i përmendim dy elemente. Elementi i parë ka të bëjë me edukatën e ftesës. Ftesa në rrugën e Zotit e ka edukatën e vet. Në ne është sinqeriteti. Për me pas sukses dhe Zoti më na pranu këtë angazhim që e bëjmë, duhet me qenë sinqert. Elementi i dytë është atë që i ftojmë njerëzit, sporit ne me qenë praktikues të saj.
e ta'muruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum, a ju urdhroni ju njerëzit me bo vepra të mira, harroni veten e juve? Pra, do të me praktikua atë që i ftojmë njerëzit. Elementi tretë që është shumë i rëndësishëm, që është edukata e ftesës, është butësia. Faqula lahuma qawlan layyinan, Allahu xhaleshanu i ka thonë Musës edhe Harunit alayhim salam, i ka thonë kur shkoni te faraoni, thoni fjalë të buta atij. Ndoshta ai nalet mendon edhe e merr këshillën e juve, apo ndoshta edhe i freguohet Zotit Madhreshëm. Pra, te faraoni po shkoni ama thoni fjalë të buta. Pra, butësia është shumë e rëndësishme në thirrjen tonë. Dhe në element tjetër që është shumë i rëndësishëm është që urtësia në thirrje. Pra, mi thirr njerëzit me urtësi. Pra, mi fol njerit atë që e përballon. Pra, me gjuhën që e kupton. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Thot Zoti, atij që është dhënë urtësia, i është dhënë dije shumë e madhe. Pra, urtësia është shumë e rëndësishme. Dhe Zoti kur na ka ftuar në Kur'an ka thonë ud'u ila sabili rabbika bil hikma, ftoj njerëzit në rrugën e Zotit me urtësi dhe këshill të mirë. Pra, para dijes është një lloj arti, një lloj mençurie se si mi thirr njerëzit në rrugën e Zotit Madhreshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme se si na i ftojmë njerëzit. Se ka njerëz që ftojnë rrugën e Zotit, po me ftyrat e tyre, domethënë veç i largojnë njerëzit, me gjuhën e tyre të ashpër i largojnë njerëzit nga rruga e Zotit Madhreshëm, dhe nganjëherë duke mos i njohur prioritetet në thirrje, ata veç i largojnë njerëzit dhe i bezdisin nga feja e Zotit Madhreshëm. Dhe kënë në fund frytet e thirrjes në rrugën e Zotit. Natyrisht që ka shumë fryte, po prej fryte dhe rezultateve është që ti kur bëhesh ftues në rrugën e Zotit Madhreshëm, e fiton epitetin trashëgimtar i pejgamberëve. Se pejgamberët s'kan lënë pasuri, po kanë lënë dije. E kanë lënë këtë davet, dhe nëse ne qenë përpara thrasim në rrugën e Zotit, ne automatikisht e kemi marrë emrin, epitetin trashëgimtar të pejgamberëve. Elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm, ti kur fton rrugën e Zotit Madhreshëm, çka ka gjallësë që Zoti ka kriju, në tokë, në deti, kudo që jetojnë, luten për mësuesin që ja mëson njerëzve të mirën. Kështu ka thënë pejgamberi, sa më ka thonë edhe peshku në det lutet për atë që ja mëson njerëzve të mirën. Akoma mirë se me boj stikfar krijesat për ty. Pra, krijesat lutin o Zot, këtij personi që po na fton të mirë, po ja mëson njerëzve të mirën, atëherë falja gjunat dhe mëkate. Elementi tjetër që është një fryt tjetër i thirrjes në rrugën e Zotit Madhreshëm që është shumë e rëndësishëm është se kur ti fton rrugën e Zotit Madhreshëm, ka lënë prej të ftuarit në një grad më lart që është ftues në rrugën e Zotit Madhreshëm. Pra ka lënë prej asoj faze ku dikush mundet me ndryshuar në ty, ti ka lënë në një fazë që ndryshon tek tjerët. Inshallah Zoti Madhreshëm na bën prej atyre që urdhrojmë për të mirë, ndalojmë nga e keqja, ftojmë në rrugën e Zotit Madhreshëm dhe natyrisht pejgamberi alayhis salam ka thonë kush fton diçka të mirë, fton dikan, nëse ai e pason, ai e fiton edhe shpërblimin e pasuesit pa ja mangu vepruesit. Inshallah Zoti Madhreshëm këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit na bën prej atyre që flasim fjalë të mira, ftojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, urdhërojmë për të mirë, ndalojmë nga e keqja, çdo herë duke pasur për qëllim arritjen e kënaqësisë së Zotit Madhreshëm, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.